Unë kam një problematik të gruas teme, ka 4 vjet si është e paralizuar. Pra, me hemorragji cerebrale. Plus hemorragji cerebrale i ka ra edhe epilepsia. Ne kena thonë smunja toks. Dhe kam bën letrat disa herë dhe kanë shkuar në kempin e prol dhe janë kthye negative. Për arsye se gjoja në 2014, kush e ka ligëqyesën e trupit, te paralizuar me kahekam, si lëviz kur, ja kanë hjek drejtën dhe bas kësaj janë 12 drejtori si kanë shkrue, se sa vetëm gruaja jame, dhe ja kanë çuar ministrisë e juristave atje, e ministrës dhe që në 2017 që janë çuar këto letra nuk ka ndryshuar ligj. Me çdo drejt unë si jam invalid i grupit parë, me shoqërus, me paguë unë, pastrusën, me ardhë më mandru gruën, e a dojnë para apo s'dojnë para privatisht. Dhe si mund t'ja dalë unë, me në këtë situatë si jam unë, atër shteti, asnjë person i bot muën nuk më ka dhënë nga shteti përveç pensionit si ka pasën fer për drejtë. Pra i pension qesharak, si që din tonë shqiptarë, si nuk të del më 15 vjetë punë ka. Pra më thuj muë tash e pension, me nënë shumë fëmijë që kur 50 vjeçe. Pra, çfarë pensionit është ai? Kushtohet ai pension? Si mund t'ja kaloj? Kërkoj nim prej gjithkujt si ekziston tokë, sepse jam në borxh denfit. E ça borxhi ti kam këtij shtetit tash? Am ka borxh shteti mua, si dritat më merr, taksat më merr, ujnat më merr, gjithçka më merr. Dhe këta stanojnë këtë farfejet, e lanë popullin këtë farfejet. Unë nuk e kuptoj. Nuk kam punë me qeverinë këto as me qeveri të tjera. Unë kam punë me zgjidh problemin e gruas teme.